organizator i këtij aktiviteti që në fakt e ka këtë vit edicionin e 9, por që për herë të parë ishte koncert nga Besarta Murtezani dhe ansambli Dardanus. Pse ishte pikërisht kjo përzgjedhje? Fillimisht kam dashur të bëj një thymje nga edicionet e kaluara, që jemi pas koncentru kryesisht në klasikë edhe të muzikës shqipe, kemi pas mirë, po në bisedë e sipër me Jetmirin, gitaristin e Dardanus, kur kemi filluar të bisedojmë dhe të më jap ide për këtë natë që e kishim sonte, aq të paharruar, e pyes Jetmirin, thom ti, koncert do të më sjellish apo roman të më japish të lexoj? Udhë për shkrim, shkurt. Kjo natë ka qenë udhë për shkrim, përmes këngës, melodisë, emocionet na rrëmbyen, rrugëve të lagjeve të arbreshve të Italisë, na kthyen te herojt tanë, përjetuam emocione ashtu. Edhe u kthyem në trevat tona. Shumë e vërtet në fakt, ka qenë një rrugtim i trevave, por edhe i kohës, sepse këngët sigurisht janë të vjetra. Si e pat ju edhe publikun, reagimin e publikut si organizator nga ana e syrit të një organizatori? Tepër i kënaqur kam qenë, gjë që edhe deri diku e pritshme ka qenë, mendoj për publikun ton këtu në qytetin e Kumanovës që i kemi. Një thymje ka qenë edhe për publikun, jo vetëm për repertoarin e shoqatës tonë, por edhe për publikun ka qenë një ad hoc element i tillë, s'di si të them. Publiku, sigurisht do t'i keni edhe ju sekvencat të morën nga incizimet, rreshtazi ka reaguar nga, domethënë ka pas komunikim Dardanus, Besarta Murtezani me komunikim, mendoj me publikun. Shumë e vërtet në fakt edhe shikuesi do të kenë mundësi që qofin edhe copozat të koncertit, sigurisht, prandaj edhe ne ishim këtu për ta ndjekur. Cili është mesazhi që përcillet në fakt edhe sa është e rëndësishme që të bëhen evente të tilla për të vazhduar dhe për të përcjellur brez pas brezi dhe traditën dhe kulturën shqiptare? Duke i marrë parasysh ndërhyrjet e fundit në gjitha arte, por në artin e muzikës sidomos, në muzikën tonë të mirëfillt, muzikën shqipe, muzikën e shtëpive tona, gjë që ne e dim se si është stërngarkuar ai elementi jo i pastri, mendoj shqip. Unë kisha dashur ta përmes natës së sotmit përçoj një porosi, një emocion deri te publiku, edhe pse jo dhe publiku deri te familjarët e vet, se muzika shqipe frymon edhe din të frymon edhe ndryshe, jo nga ajo që sot është bastardhuar me një fjalë. Me sonte mendoj që ka qenë një mesazh shumë i fortë që s'ka me Shqipen tonë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Sa është mbështetja institucionale për evente të tilla? Mbështetje institucionale, ky projekt, e cekam edhe më lart në pjesën hyrëse të koncertit, ky projekt është mbuluar nga qyteti i komunës Kumanovës, me mbështetje të këshilltarëve tonë, shqiptarë që i kemi, me miqve ardashës tonë që simbolikisht edhe ata kanë dhënë kontributin e vet. Nga Ministria e Kulturës nuk kemi pas shumë pritje thush, edhe nga ajo që ne i kemi ofruar se qëllimin ku dojmë të arrijim, duke pas parasysh qytetin ton këtu në Kumanovë, duke pas parasysh elementin e migrimit, duke pas parasysh mos ndodhja e asgjëje këtu në qytet gati se, nuk merren hasin në vesh të shurdhur të gjithë gati. Unë po mendoj që duhet ndalen dhe të na ndëgjojnë. Në këtë rast jo vetëm mua, po s'paku ne që po tentojmë të lëvizim diçka. Shumë e vërtet në fakt është fatkeqësi që këto kërkesa hasin në vesh të shurdhur, megjithatë kjo nuk ju ndalon juve, kështu që t'ju pyes sa do vazhdoni ende me aktivitetet sigurisht. Sapo më dha një kompliment shumë të jashtëzakonshëm një miku im që ishte këtu prezent, kështu thjesht më tha ti edhe me politikën edhe pa politikën ti tha nuk po ndalesh. Thjesht unë nuk do ndalem. Kjo është një gjë e mirë, edhe për publikun e Kumanovës, por edhe më gjerë. Po, unë nuk do ndalem derisa kemi miq, derisa kemi ardhdashës që neve na mbështesin pa kusht, qoftë edhe në atë formën më të thjesht, unë nuk do ndalem. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë edhe juve si ekip që gjetët kohë, ndajtët kohë të jeni këtu në koncertin tonë, besoj që edhe ju keni kaluar çaste të bukura. Jemi kënaqur shumë.
Jam këtu me sopranën Besarta Murtezani, e cila së bashku me ansamblin Dardanus sot e zbukuruan dhe ndriçuan këtë sallë ku ne ndodhemi, dhe me të do të flasim pak edhe për atë se si u ndjesi si priti duart trokitjet le të themi të ngrohta edhe të publikut. Besarta, faleminderit shumë, je bërë shumë e bukur me këtë veshje. Faleminderit. Ka qenë një koncert madhështor shumë i bukur. Faleminderit. Faleminderit që jeni gjithmonë të kujdesshëm edhe nuk mungoni asnjëherë në eventet kulturore. Tjetër. Besarta, si që thash, do më thënë ishte një koncert shumë i veçantë, shumë madhështor, si u ndjeve ti nga ana jote, ne si publik sigurisht u kënaqëm shumë, por si u ndjeve ti? Është një repertor shumë i ndjeshëm, i këngëve arvëreshe dhe zakonisht edhe në prova emocionohemi dhe thellohemi në këto këngë. E tash edhe kur publiku përfshihet është një dozë më shumë, e emocioneve, e gjithçkaje. Me vërtet, duart trokitjet ishin shumë të ngrohta dhe ti në fakt edhe e the që publiku është gjithçka për ne, apo? Artistët zakonisht komunikojnë edhe me energji, dhe ishte vërtet një energji shumë e mirë edhe u reflektua edhe te ne. Pastaj e përçuam ne te publiku. Shumë e vërtet. Siç the, repertori me të vërtet ishte i veçantë dhe shumë emocional. Si bëhet për zgjedhja e këngëve dhe pikave muzikore të cilat ju i luani në koncert? Ilmie ka një periudhë gjatë që gërmoj në këto këngë, ndoshta bëhet një dekadë që përmbledh këngë arvëreshe, dhe kjo është vetëm një pjesë e repertorit arvëresh. Prandaj ende vazhdojmë me punimin e këngëve tjera. Dhe në fakt është shumë e rëndësishme, sepse edhe teksa bisedonim edhe me publikun, është shumë e rëndësishme që këto këngë në fakt po përcillen brez pas brezi dhe po ruhen dhe ko pas ko edhe sillen, kështu që është një gjë shumë e bukur. E kemi borç. Nëse të parët tanë e kam përcjell këngën, veshjet, rritet, doket, brez pas brez në formë gojore, ne sot kemi student, kemi profesor, kemi artistë të shkolluar, të cilët melografojnë, kompozojnë, aranjojnë, edhe e kemi për borç them që t'i sjellim në formë profesionale këto këngë. Me vërtet, ti dhe ansambli Dardanus në fakt tashmë e keni bërë një identitet, keni një identitet muzikor, por më trego pak cilat mund të themi se janë ato arritet më të mëdha që si ansambl dhe si ti si Besarta Murtezani keni arritur. Është mund të them një frym e bukur e ansamblit, edhe thash ti sjellim në mënyrën sa më origjinale dhe sa më profesionale të mundshme. Di që edhe keni lëvizur sigurisht edhe në vende të ndryshme, koncerte të ndryshme, dhe së fundmi ishit edhe në Kroaci, ku performuat edhe për shqiptarët e Kroacisë atje, por në fakt di që sepse intervistuam pjesëmarrës që ishin atje dhe na kanë thënë që ka pas edhe kroat në publik. Si të mund të ndjesh kjo që pikërisht ti ju përcjell traditën dhe kulturën shqiptare edhe të huajve? Në fakt me Dardanusin kemi startuar në Zagreb. Si nismë ishte, do me thënë, të vizitojmë qytetet, të vizitojmë ku janë mërgjimtarët tanë, edhe me ndihmën me ftesën e zotni Shuipit, paprit kështu spontanisht erdhë formimi i ansamblit, edhe si vjet ishim sërisht në Zagreb, edhe si kur jemi familiarizuar me publikun atje. Një ndjesi shumë e bukur, kishte edhe kroat, kishte nga Filharmonia, të cilët na kanë dhënë kritika shumë pozitive, edhe padyshim që shumë motivim për ne.
Sigurisht, është një ndjenjë e bukur edhe ajo. Çfarë ju pret tash, nëse mund të pyes? Ju në fakt nesër ose le të themi sepse emisioni do jepet pikërisht sot të mërkurën, ju jeni edhe në Strug, kështu që nga këtu ju bëjmë thirrje edhe struganëve që të vinë t'ju ndjekin, kështu që të pyes pak edhe çfarë pritet në vazhdim. Nesër jemi në qytetin e Strugës, që nuk kam as dyshimin më të vogël që do të kemi shumë publik edhe publik shumë të ngrohtë. Pregatisim edhe një koncert në Tetov, në festivalin e skenës serioze muzikore shqiptare. Kemi ftesë në Turqi, në shtator, edhe një koncert planifikojmë në Filharmoninë e Maqedonisë, po ende nuk e kemi caktuar. Megjithatë, planet janë të mbushura, le të themi ky vit ka qenë i mbushur apo? Po. Faleminderit shumë edhe shumë suksese. Faleminderit juve edhe suksese.
Atëherë, Vullnet, ty në fakt Besarta të prezantoi si pulsin apo orkestrimin e krejt ansamblit dhe me të vërtet ne si publik jemi kënaqur shumë nga gjithë ansambli edhe nga Besarta sigurisht, por më thuaj si shkoi për ty? E njëjta gjë vlen edhe për neve, nga që them drejtën, nuk e prisja të ketë edhe aq publik, ka që moti tash është ngroh, gjithë duan të ikin, të shkojnë për pushime, e thash ndoshta nuk është edhe aq ditë e mirë për të bërë koncert, po u surprizuam se kishte mjaft publik, kishte të profileve të ndryshme, kishte edhe kolegë të cilët erdhën të na përkrahin, kishte mjek, artistë të ndryshëm, poet, edhe besoj që edhe ne u munduam me atonën ta përçojmë energjinë e mirë të muzikës së bukur pas të shqipe që e kemi neve dhe mendoj se edhe publiku e ndjeu këtë. Po, në fakt, ne si publik jemi kënaqur shumë. Më thuaj pak sepse ti kishe, sigurisht, gjithë repertori që ishte i përzgjedhur, janë këngë emocionale, janë këngë të veçanta, por kishe edhe një pjesë ku i është kushtuar edhe fëmijëve të jasharajve. Si është për ty? Çfarë ndjenje është kjo për ty pikërisht ta luash? Si që tha edhe Besarta gjatë koncertit, dhe me thënë nuk mund ta interpretojmë atë vepër madhështore edhe në prova, pa mos u emocionuar. Thjesht nuk është e mundur. Ajo është një koreodrame shkruar nga Ylber Aslanaj. Ne kemi marrë, do me thënë, vetëm një pjesë që titullohet Lulet e Marsit, edhe kam aranjuar unë për formacionin ton, edhe është interesante se edhe koncertin që e patëm të fundit që ishim në Kroaci, ku kishte edhe kroatë, edhe të nacionaliteteve të ndryshme, pavarësisht se nuk e kuptuan se për çka bëhet fjalë, edhe ata u emocionuan. E mbajmën se pas koncertit na erdhën edhe na uruan se çka ishte ajo, kush ishte, çfarë është historia, se vërtet ishim prekur. Kjo dëshmon në fakt se muzika është gjë universale. Shumë e vërtetë dhe në fakt ju e përcjellni kulturën dhe traditën shqiptare kudo që shkoni. Fiks, ajo është edhe qëllimi i ansamblit Dardanus. Nuk e di pse, ndoshta edhe njerëzit që na ndjekin tash për momentin e ndajnë edhe këtë njëjtin mendim si unë. Mendoj se ka ardhur koha që shqiptarët dal nga dal jemi duke ringjallë historinë tonë, e rishkruajmë, e rikthejmë atë që na ka takuar neve me vite, po nga rrethanat politika, apo sociale, apo çfarë do qofshin, na është mohuar. Edhe pikërisht edhe kjo është edhe qëllimi i ansamblit Dardanus, të mbajmë të gjallë muzikën arbreshe dhe pse jo në të njëjtën kohë edhe muzikën tonë të Pollogu, që është aq e bukur, po që ndoshta është keq kuptuar duke interpretuar në mënyra të mos them të gabume, po të ndryshme. Kështu që ne përveç se bëri muzikë, jemi edhe një shoqëni shumë e mirë, që duhemi shumë në mes vete, edhe e ndajmë një mision të përbashkët. Ajo është ta mbajmë muzikën shqipe të gjallë. Dhe po bëni një punë shumë të mirë për ta. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Atëherë kam kënaqësinë që të kem një strugane tjetër këtu, një strugane shumë të talentuar, Syana Reqi. Të pyes pak si ishte për ty mbrëmja sonte, sepse ne si publik jemi kënaqur shumë. Po edhe ne si muzikant jemi kënaqur kur shohim që vjen ajo energji nga publiku, që e shihoni edhe kënaqeni bashkë me ne. Sigurisht. Syana, ju sonte le të themi, sepse kjo që po realizojmë tash jepet të mërkurën, pra do keni edhe koncertin në Strug. Më trego pak më shumë detaje që edhe shikuesit strugan, pse jo të vinë edhe ta ndjekin këtë koncert kaq madhështor. Po nesër, domethënë të mërkurën, në ora 7:30 në Pallatin e Kulturës, do të mbahet i njëjti koncert në Strug. Duke dashur edhe të falenderoj ata që na kanë mbështetur, që është kolegja ime Fitore Eliazi dhe Komuna e Strugës, për organizimin dhe mundësinë që na dhanë. Uroj shumë që të vinë të gjithë ata që e duan artin, e duan muzikën, sidomos ata që e duan muzikën shqipe, dhe pres nga Struga, nga që Struga ka qenë dhe vatra e kulturës edhe kultivimit të muzikës shqipe, duke nisur nga Migjeni e shumë muzikantë të tjerë të cilat gjatë gjithë jetës kanë dhënë kontribut për gjithë shqiptarët në Maqedoni. Kështu që pres një mbështetje më të fortë se sa në shumicën e qyteteve të Maqedonisë, nga që të vetë jam strugane. Sigurisht. Pritet që domethënë të ketë publik të gjerë, sigurisht edhe në Strug, edhe duke i mirëpritur edhe këngët e Pollogut apo edhe të anëve të tjera. Patjetër që po. Këngët e Pollogut janë shumë të bukura. Më vjen shumë mirë që janë aranzhuar në këtë mënyrë, në një mënyrë pak më klasike, që i jepet hapësira këngës të tregojmë që domethënë sa muzikalitet ka brenda, çfarë përpunimi që e ka bërë Vullneti është fenomenal, kështu që besoj që do ta pranoj shumë mirë publiku strugan. Edhe unë e besoj këtë, kështu që ju uroj shumë suksese edhe nesër apo sonte le të themi. Faleminderit shumë, mos harroni në 7:30 të mërkurën në Pallatin e Kulturës në Strug.
Atëherë më duhet të them se si njeri politikës, sigurisht keni ardhur edhe ju që ta shihoni artin, më thoni pak si ju duk koncerti sot. Unë jam më shumë i akademisë, jam profesor, po ka pak po edhe me politikë. Mendoj se kultura është ndoshta komponenta kryesore e shpirtit të një populli. Dhe sa më shumë e kultivojmë si shqiptarë kulturën, në formën e këtyre koncerteve po dhe gjërave të ngjashme si kjo, aq më gjallë do ta mbajmë shpirtin e popullit tonë. Prandaj janë për të falënderuar edhe për të përgëzuar organizatorët e këtij koncerti dhe shpresojmë që organizatorët të këtij organizojnë sa më shpesh në Kumanov, po dhe në qytete tjera ku jetojnë shqiptarët. Sigurisht, këta janë të rëndësishme, eventet të tilla janë të rëndësishme, por sa mungojnë ose sa janë të pranishme në Kumanova? Mendoni që duhet edhe më shumë eventet të tilla të ketë në Kumanova? Po, sipas mendimit edhe shokëve dhe shoqeve që janë të kulturës, nuk janë mjaftueshëm të pranishme, megjithëse sepse edhe institucionet shtetërore nuk i suportojnë mjaftueshëm këto institucionet kulturore. Megjithatë, e mira është se edhe kur nuk ka mjaftueshëm përkrahje nga institucionet, kemi ardashës, kemi organizata kulturore, të cilët vullnetarisht organizohen. Të shpresojmë që në të ardhmen edhe vendimarrësit politik do të jenë më të vetëdijshëm për këtë gjë dhe do t'i përkrahin edhe më shumë organizatat kulturore në mënyrë që ato të organizojnë më shpesh evenimente të këtilla, të cilët siç e thash më herët ndihmojnë që shpirti i popullit, si të themi, të jetë më i gjallë edhe të zhvillohet. Ky në fakt nuk ishte vetëm një koncert, po ishte edhe një rrugtim, le të themi, i kohërave, sepse kishim këngë arbreshe, këngë shkodrane. Sa e rëndësishme është që të mbahet edhe nga të rinjt, të risillen këto këngë, gjithnjë më shumë që të ruhet edhe tradita dhe kultura shqiptare. Po, mendoj se ajo është esenciale dhe kjo ndoshta edhe e prek këtë aspektin e shkollave, nëse ka nevojë edhe të prekën kurrikulat e shkollave në raste të caktuara, ose ato që ekzistojnë, se e di se plot edhe ekzistojnë, po t'i jepet, si me thonë, rëndësia e veçantë, në mënyrë që padyshim ta rikujtojmë vazhdimisht traditën tonë, sepse edhe ajo është një segment i rëndësishëm si me thonë, promovimit të kulturës tonë shqiptare, me cilën jemi krenarë të gjithë. Chiami trimo, chiami cifme
Atëherë si u duk koncerti sotëm si publik, në fakt një koncert madhështor, por si u duk? Vërtet ishte madhështor, ishte me shumë emocione brenda, ishin emocione sa mall për një vend, sa mall për historinë që kemi, gjithçka ishte ndërthurur shumë bukur midis të gjitha trevave. Unë sa e vura re kishte jo vetëm nga arbëreshët e Italisë, por kishte edhe nga Shqipëria, kishte edhe nga Kosova, por edhe të vendit këtu. Ishin vërtet shumë virtuoz në mënyrën se si interpretonin dhe emocionet të cilat i përcollën. Unë vërtet e përjetova në çdo moment, në çdo tingull. Me vërtet në fakt është një rrugtim edhe i kohës edhe i trevave në fakt edhe shqiptare. Sa është të rëndësishme që të ruhen këto këngë edhe të vinë edhe nga të rinj, brez pas brezit të trashëgohen? Mendimi i parë që më erdhi ishte sa bukur do ishte që publiku të ishte edhe një moshe më të re. Ndoshta do të kemi mundësi në vazhdimsi që të jenë edhe mosha më të reja, të cilët do i dëgjojnë këto mrekulli që ka folklori ynë, por edhe mrekulli që artistët tanë din të përcjellin. Kështu që shpresoj shumë që vërtet të merret në konsiderat gjithmonë fakti që brezat e rinj të mundet të shijojnë, të përjetojnë dhe të përcjellin më pas gjithçka që paraardhësit tanë na kanë vërtet jo vetëm lënë si trashëgimi, por edhe na kanë brumosur me këtë dashuri të madhe për artin. Me vërtet, sa janë të nevojshme që të vazhdohet me eventet të tilla, mos përfundojnë këtu, mos jenë kaq të rralla, le të themi? Të mos jenë një vjeçare, po të jenë të shpeshta. Për mua si Edlira, ndoshta një event i tillë me artistë të ndryshëm, po pse jo edhe të përsëriten, do të ishte mirë një herë në javë që unë të isha, domethënë prezente pikërisht domethënë në këto tinguj. Por vërtet sipas mundësive që vetë artistët shohin, sipas nevojave të tyre për të performuar, por besoj se çdo artist e ka mbi të gjitha dëshirën që publikun ta ketë sa më pranë. Shpresoj gjithmonë që të jenë shumë më të shpeshta.